A e dini çfarë peshku po hani? E vërteta për peshkun e rritur në ferme. Shumë njerëz besojnë se peshku është një nga ushqimet më të shëndetshme, por pak e dinë se ka një ndryshim të madh mes peshkut të egër dhe atij të rritur në ferma. Si rritet peshku në ferma? Peshqit e fermave rriten në rezervuar të mëdhenj ose në kafaze të mëdha në det. Problemi kryesor është se këto ambiente janë shumë të ngushta dhe të ndotura, çka bën që peshqit të kenë imunitet më të dobët dhe të preken lehtë nga sëmundjet. Me çfarë ushqehet peshku i fermave? Në vend që të ushqehen natyrshëm si në det, peshqit e fermave ushqehen me ushqime të përpunuara me miell peshku dhe vaj peshku, që shpesh përmbajnë toksina. Soja dhe drithëra të modifikuara gjenetikisht (GMO). Ngjyrues artificial për t'ju dhënë peshqve ngjyrën e duhur, sidomos tek salmoni i fermave. Antibiotik dhe kimikate për të parandaluar sëmundjet. A është i sigurt për shëndetin? Peshku i fermave shpesh ka nivele më të larta të metaleve të rënda, pesticideve dhe PCB-ve, kimikate të dëmshme. Salmoni i rritur në ferme, për shembull, ka përqendrime shumë më të larta të ndodsve në krahasim me salmonin e egër. Si të zgjedhim peshkun më të mirë? Zgjidhni peshk të egër kur është e mundur, sardelet, trofta, salmoni i egër, shmangni peshqit e fermave me çmime shumë të lira. Lexoni etiketën, peshqit e egër do të kenë shënimin Il Tauth. Mos e konsumoni shpesh peshkun e fermave për të shmangur akumulimin e toksinave. A e keni menduar ndonjëherë se peshku që hani mund të jetë më i keq se mishi i përpunuar? Pëlqejeni videon dhe ndiqni faqen për më shumë fakte të fshehura rreth ushqimeve që konsumojmë çdo ditë. Ky informacion është për qëllime edukative dhe nuk mbajmë përgjegjësi për zgjedhjet tuaja ushqimore.